Ku janë shqipet e mia, Hello Albania, from Bardos of Kukos to the heart of Europe. Today we will travel through the stories of Albanians who live outside their homeland, but whose hearts is always red and black. I am Adela Dema, and through the project I want to show that Albanians in the diaspora are not just a part of Europe, they are an important part of the mosaic. Before we move on to the guests, we will follow a short clip about Germany. Let's listen now some personal experiences. First, we invite Angela to share her story with us. Kat. Përshëndetje, unë jam Angela, jetoj prej 6 vitesh në Gjermani, së bashku me partnerin dhe 3 fëmijët. U larguam larg familjes dhe mund të them ai ishte viti i ri më i dhimbshëm për ne. Fillimet kanë qenë të turbullta. Kishe ndjesinë e vetmisë shumë të fortë. Ne kemi emigruar pa e ditur qytetin, pa marrë asnjë informacion për atë qytet. E vetmja gjë që mund të them na çmotivoi për të qëndruar në Shqipëri ishte pasiguria financiare. Tema e traditave është gjëja që më pëlqen më së shumti. Traditat që ne si familje mbajmë më së shumti janë ato që lidhen me mirënjohjen, me respektin, me ndarjen e gjërave. Kam dalë në një konkluzion. Është më i pasur ai që jeton në Shqipëri sesa ai që jeton jashtë. Këtë shprehje dua ta mbyll të intervistë. Falenderoj veçanërisht Adelën. Now we invite our second guest, Gjanda, to share her experiences. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Gjanda, jam 24 vjeç dhe prej 3 vitesh jetoj në Gjermani. Pasi kam mbaruar bachelorën për art dhe dizajn në Tiranë, vendosa që të bëja masterin në Gjermani. Të gjëra që më kanë bërë përshtypje mund të nis me sistemin e transportit dhe pjesa e supermarketeve që mbyllen në orën 8 apo që janë të mbyllura ditën e djegë. Pra, sa i përket gjuhës, më duhet ta them që unë kam shkuar në Gjermani me nivelin B1 të gjermanishtes dhe masterin e kam studiuar në anglisht. Pra, ndërsa për të rinj që ndodhen në Shqipëri, mendoj që është shumë e rëndësishme që si fillim të dalim nga shtëpia e prindërve, të provojmë jetesën vetëm. Dhe gjithashtu jetesa jashtë shtetit të sfidon shumë, të njeh me veten, të njeh me botën. Mendoj që është gjëja më e mirë që mund të bëjmë për veten tonë. Shumë faleminderit që më ndoqët dhe mirupafshim. The last guest is Ardita. Let's hear it. Përshëndetje njerëz të mirë. Unë jam Ardita, jam nga Maqedonia e Veriut dhe ka 2 vite që jetoj në Gjermani. Motivi kryesor për të larguar nga Maqedonia kanë qenë fëmijët e mi dhe dëshira për të ofruar atyre një të ardhme më të mirë. Sfida më e madhe ndër të tjera ka qenë edhe gjuha, se unë kur erdha këtu nuk e flisja as edhe një fjalë në gjuhën gjermane. Më shumë në vendlinje më mungojnë prindrit e mi, atmosfera ngrohtë dhe afërsia me njerëzit. Atje gjithçka ndihet më familjare dhe më e gjallë. Të rive duhet ju thosha të mos kenë frikë nga ndryshimet dhe të ndjekin mundësitë të cilat u jep jeta. Edhe kur rruga ndonjëherë duket e paqartë, çdo përvojë të ndihmon të rritesh dhe të kuptosh më mirë veten. Një përshëndetje shumë e madhe shkon për shkollën Elmas Ademi Bardac, për Adelën, një vajzë të mrekullueshme e cila është lidere e grupit, u pafshim gjithmonë për të mira. Here our program comes to an end. We thank our guests for their story, you for your attention, and my group that made this project possible. Through this project, we prove that love for the homeland is stronger than any distance.